nderuar delegat të Kuvendit të 10 zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i nderuari kryetar zotri Ramush Haradinaj, i nderuari nënkryetari i Aleancës dhe njëherësh kandidat për kryeministër të Kosovës, zotri Ardian Gjini. Të nderuar mysafir, të nderuar kandidat për deputet, përfaqësues të degëve, përfaqësues të mediave dhe të gjithë ju anëtar të Aleancës, mirë se vini në Kuvendin e 10 zgjedhor të AK-s. Sot është një ditë e veçantë dhe vendimtare për rrugtimin politik të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe njëherësh në këtë ditë rikujtojmë vlerat demokratike dhe vizionin e së ardhmes së vendit. Në këtë ceremoni madhështore, Aleanca sot përmbyll një proces të brendshëm zgjedhor. Andaj për të hapur zyrtarisht punimet realisht të Kuvendit zgjedhor, më lejoni që taftoj për një fjalë rasti sekretarin ekzekutiv të Aleancës, zotrin Lulzim Leci. Të nderuar të pranishëm, ju faleminderit për pjesëmarrjen sot dhe për angazhimin e jashtëzakonshëm gjatë gjithë procesit zgjedhor të brendshëm të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka nisur procesin e brendshëm zgjedhor në shkurt të këtij viti dhe deri më sot ka mbajtur kuvendet zgjedhore në të gjitha degët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kosovë, në diasporë, në Aleancën e Gruas dhe Aleancën e të Rinjve. Delegat për kuvendin e sotëm zgjedhor të deleguar nga degët dhe organet tjera të partisë janë 632 delegat. Nga komisioni verifikues kemi prezent sot që janë nënshkruar deri më tani 570. Me këtë konstatoj se kemi korum për të vazhduar punimet e kuvendit dhe me këtë rast shpall të hapuna punimet e kuvendit 10 zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Si pika të rendit të ditës sot janë zgjedhja e kryetarit të Aleancës për mandat 4 vjeçar, zgjedhja e Këshillit të Përgjithshëm të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ndryshimet statutare që kanë të bëjnë me shtimin e një pike në statutin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që ka të bëjë me zgjedhjen e kryetarit të nderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotin Ramush Haradinaj. Dhe në fund, ju njoftoj se pas pjesës ceremoniale të këtij kuvendi, ne delegatët të cilët janë prezent sot, do të kthehemi në sallë pas një pauze të shkurtë për të filluar punimet e kuvendit. Faleminderit, na prifte mbara. Një falendrim për zotrin Leci, ndërkohë në këtë moment më lejoni që taftoj në foltore njeriun që i dha forcë dhe sakrificë dhe udhëheqje dhe pa lëkundur drejtimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kryetarin zotrin Ramush Haradinaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Uluni ju lutem. Uluni. Faleminderit shumë. Të nderuara delegate, të nderuar delegat të kuvendit të 10 zgjedhor të Aleancës. Të nderuara e të nderuar kandidat për deputet të listës 1-2-8 të Aleancës, që jeni prezent tu nga Kosova dhe diaspora. I nderuar kryetar Ardian, barçi listës 1-2-8 të Aleancës dhe mandatar i Aleancës
për kryetarin e qeverisë së Republikës Kosovës. Shumë të respektuar kolegë të kryesisë së Aleancës për Armërinë e Kosovës, nën kryetar, antar, të respektuara kolege nga kryesësia e Aleancës Grus, kryetare dhe në të gjitha nivelet kolegët e Aleancës Grus, të respektuar të rinj nga Aleanca e Trive të Kosovës, kryetare e rinis dhe kolegë, deputet të nderuar të Kuvendit të Kosovës, shefi grupit parlamentar, kryetar të komunave të Aleancës për Armërinë e Kosovës, kryetar të degëve, shumë të dashur e të respektuar kolegë të kryesive të degëve, të kryesive të nëndegëve, Aleancë e Grus, Aleancë e Trive në komuna, dhe ju njerëz të terrenit, antar të Aleancës. Faleminderit ju gjithëve, po ashtu, simpatizant të Aleancës, votues të Aleancës, të cilës do kohë, mbështetës, donator të Aleancës, faleminderit shumë. Nga zemra sot, ju uroj Kuvendin e 10 zgjedhor. Ju uroj ju Aleancë, ju urojmë Aleancës, po edhe Kosovës e kombit ju urojmë Kuvendin e 10 zgjedhor të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Që nga mosha e re, që fëmijë, e deri në 31 vjeç, shërbimin ndaj adhut e kam bërë si shërbim për shirim. Ka pas nderin të jem ushtar dhe komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK, faleminderit për jetë, faleminderit për jetë UÇK. Faleminderit për jetë UÇK. Faleminderit për jetë bashkëluftar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nga viti 2000, nga mosha ime 32 vjeç, kam shërby Kosovën dhe kombin si kryetar i Aleancës, si prish i juj. Kam pas nderin të zgjedhem deputet në çdo legjislaturë. Kam pas nderin të zgjedhem kryeministër 2 herë me mbështetjen e juj. Faleminderit Aleancë, faleminderit Aleancë, faleminderit Aleancë për rrugtimin bashkë. Nga sot, do të vazhdoj të shërbej Kosovës, do të vazhdoj të shërbej kombit, si njeri nga ne, si njeri nga ju. Shërbimi për Kosovën, shërbimi për kombin, nuk përfundon kurrë. Për jetë me ju Aleancë, për jetë Aleancë. Faleminderit shqiptarëve ndërbrezha, shqiptarëve ndërbrezha, për sakrificën e madhe, për liri e për shtet. Faleminderit ju Aleancë, për sakrificën e madhe, për liri dhe për shtet, për demokraci. Faleminderit Amerikë, faleminderit alatët tonë, faleminderit për jetë. Sot, kryetar Ardian, une, Aleanca, besojmë ty, besojmë të jesh prisi ynë, të jesh prisi Kosovës, të besojmë të prish listës tonë, listës më të mirë, që është këtu me ne, të prish Kosovës. Ashtu si kam besu vetës në rrugtimin tim, ashtu i besoj Ardianit, ashtu i besoj Aleancës. Për jetë me ty Ardian, për jetë me Aleancën. Qytetarët Kosovës, vëllezër e motra në Kosovë, që
Çdo ditë e kalojmë bashkë. Gjaku ynë, vllazën e motrën në diasporë, kur nuk ju ndajmë nga ne, kur, jeni gjaku ynë. Po ju bëj thirrje sot. Shërbeni Kosovës. Unë i shërbej edhe sot Kosovës dhe kombit me mos kandidimin tim. Po ju thirri ju me i shërby Kosovës me vot për 1-2-8, për listën e aleancës, për njerëz më të mirë që i ka veni, që i ka Kosova në këtë listë, e cilëve ju pri njeri më i mirë i këtij veni, Ardian Gjini. Dashur qytetarë të Kosovës, dashur vëllezër e motra në diasporë, votoni 1-2-8, votoni 1-2-8 për zhvillim, mu zhvillu ky vend me mbet rinia këtu. Votoni 1-2-8 për siguri të vërtet, përjetshme, qëndrueshme. Votoni 1-2-8. Votoni 1-2-8 për energji tonën e jo të armiqve tonë. Votoni për energji që e prodhojmë Kosovë, 14 miliard që mëri kemi në vend, e jepi miliarda armiqve tonë me ble rrymë, mos lejoni me vazhdu kjo, mo ju lutem. Votoni 1-2-8. Votoni 1-2-8 për siguri përjetshme, jo për siguri ditës. Na nuk kemi vend tjetër, kemi e këtu të njetën këtu në Kosovë, kemi e këtu në Ballkan. Na duhet siguria e përjetshme, e qëndrueshme. Na duhet aleanca me Amerikën dhe alatët e sigurisë. Mos lejoni, mos votoni kërkën që rrezikon këtë aleancë. Mos e rrezikoni sigurinë e Kosovës. Votoni 1-2-8 për mirëqenie. Mos loj mas një njerit tonë pa punë. Mos loj mas një njerit tonë pa të ardhura. Mos loj mas një qytetar pa sigurim shëndetësor, pa sigurim pensional, pa dignitet, jo për social, për dignitet, për vend zhvillum, për njerëz që kanë të ardhura, që kanë paga, që janë zotë e vetës, që mu i vendosin për vete. Mos vazhdojmë kësaj rrugë. Votoni 1-2-8. Votoni 1-2-8 për Kosovën, shtet fort, e zhvillum. Rënoft Kosova, rënoft aleanca.